çfarë më rëndësi kërkon Allahu xhaleshanu në Kur'anin e tij, do të shohim se besimi i pastër në njohshmërinë e Zotit, tauhidin e pastër dhe pranimin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam është gjëja thelbësore që Allahu xhaleshanu kërkon nga të gjithë ne. Dhe këtë Allahu e ka ilustruar me shembuj shumë dimensional në Kur'anin famëlart. Po të shikosh, Allahu flet për krijimin e universit, që ky argument logjik që ti do ta shikosh më pas me sytë e tu, por edhe Allahu ta shpall në Kur'an që të thotë shiko se si e kemi ngritur qiellin, shiko se si i kemi krijuar yjet, diellin, hënën, që ti në këtë formë të shkosh dhe të gjesh Allahun xhaleshanu. Allahu ka krijuar njerëzimin, ka folur në Kur'an se si kjo mrekulli ka ndodhur në krijimtarinë e njerëzimit, që ne të shkojmë të gjejmë Allahun xhaleshanu. Allahu ka folur për shumë veçori dhe mrekulli natyrore specifike në Kur'an, që ne të gjejmë Allahun xhaleshanu. Ka folur për mrekulli në botën shtazore, për mrekulli në botën bimore, për mrekulli në botën e shpendeve dhe të insekteve, që përsëri ne të gjejmë Allahun xhaleshanu. Allahu po ashtu ka folur në shumë raste për popujt e mëparshëm, që ne të kuptojmë mesazhin e profetit ton Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, që edhe kjo ne të na çojë drejt gjetjes së Allahut xhaleshanu.